Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, pjesë e listës së hapur Klevis Kaso, ka zhvilluar një takim me operatorët turistik të qytetit. Në një bashkëbisedim të ngrohtë me ta, Kaso thekson se ky sektor është ndër më kryesorët për ekonominë e qeverisjes vendore, por gjithashtu edhe për t'u marrë shembull. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet i ka falendëruar operatorët turistik për gjithçka kanë bërë gjatë kësaj periudhe, por edhe për ngritjen lart të emrit të Vlorës. Sektori juaj para 2013-s ishte një sektor që nuk ishte sektori kryesor i ekonomisë së këtij qyteti. Tani më jo jeni sektori që është në 100% sektori kryesor dhe motori kryesor ekonomik i qeverisjes vendore dhe asaj rajonale, por jeni dhe për të marrë shembull se jeni i vetmi sektor që keni një shoqat të konsoliduar, kur ju të gjithë bashkë mund të bëni fuqinë për të ndryshuar dhe disa vendime të drejta ose jo të drejta të organeve vendore dhe atyre jo vendore. Dua t'ju falenderoj për çka keni bërë për turizmin gjatë gjithë kësaj kohe, por një gjë tjetër që unë kam të lidhur dhe biznesin tim ngushtë, biznesin e familjes me bizneset që juve bëni, kjo ndihmon shumë jo vetëm ekonominë e vendit, por edhe atë në mikro ekonomitë familjare të çdo lloji qytetari të lidhur me Vlorën në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin social. Me angazhimin personal dhe maksimal në Parlamentin Shqiptar, nëse do të zgjidhet pas 11 majit, Klevis Kaso u ka thënë përfaqësuesve të operatorëve turistik se do të bëjë maksimumin e tij për të qëndruar pranë. Kaso ka qenë i hapur për të diskutuar çdo problematik me ta, ndërsa theksoi se do të jetë zëri i fuqishëm për t'i përfaqësuar në Parlamentin Shqiptar. Për radhimën, Kaso theksoi se infrastruktura do të jetë gati deri më 11 maj. Unë jam këtu për t'ju shprehur atë që një djalë Vlore do donte ta kishte mbështetjen nga bashkëqytetarët dhe jo vetëm nga bashkëqytetarët, por nga shokët e vet. Unë përfaqësoj Partinë Socialiste, jam shumë i nderuar që në këtë listë hapur në partinë më të madhe të vendit të isha dhe unë pjesë për të kandiduar dhe ndodh një herë në jetë kjo dhe prandaj jam shumë krenar që i bëj pjesë në atë parti për të qenë në listën e hapur të Partisë Socialiste, por do të doja dhe përveç asaj që të gjithë e dim çfarë ka bërë qeveria në këto 12 vjet duke ndryshuar katësipërisht ose rrënjësisht turizmin e këtij qyteti, po jo vetëm të këtij qyteti, të gjithë Shqipërisë, do të doja dhe mbështetjen personale me votë personale për Klevis Kason. E them këtë sepse e ndjej veten një nga ju dhe një si ju për gjatë gjithë rrugtimit tim. Kam bërë punë nga më të ndryshme, edhe te ky lokali ku jemi tani bashkë, unë kam shtruar moket me dorën time, por jam formuar duke menduar vetëm te puna, siç dhe juve keni bërë te bizneset tuaja gjithë secili. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso, vijon takimet me qytetarët dhe grupet e interesit, ndërsa takimi i radhës ka qenë me operatorët turistik.